të drejtën edhe për të votuar. Ja, mund të ndjekim, zonja dhe zotri, Florian Garashi, për shfryzon të drejtën e ti të votimit, natyrisht duke e shfryzuar, duke e respektuar gjithë privatsin që ka në votën e ti edhe gazetari ynë, për ndjekim drejt për drejt. Një të drejt që Eli nuk do të mund të ushtroj sot në Prishtinë. Kush janë nga ekipet tjera që ka, për pos Blerinës që në Mitrovic do të mund të votoj, të tjerët të gjithë nuk kanë të drejtë në qytetin ku janë, ajo? Ska të tive, dhe mra. Nuk e pas kemi menduar këtë regjia. E gjeti vetëm. E gjeti emrin, Flori. Po e pres deri sa ta përfundoj gjithë procesin e dalë. Jo, duhet t'ik në veri me njëherë tek ai vend votimi, ju lutëm. Më duhen sa më shpejt pamje nga vend votimi në veri, sa më shpejt. Sa më shpejt lidhje direkte nga atje, sa më shpejt. Besoj procedurën e drejtë. Nuk e di a guxoj t'ja bëj këtë pyetjen pastaj Florit kur dal. Për kë votove. Me di që nuk votohet, nuk më tregon edhe e pyes, por s'bën me pyese. Mund të thotë Pra, si që po e shini miq, nga momenti kur Flori tha po votoj nuk kanë kaluar më shumë se 1 minutë, i gjithë procesi i votimit nuk do t'jo marrë më shumë se sa 5 minuta. Janë 2 kuti të votimit, si që po e shini. Në njërin e hundni flet votimin për kryetar komune. Në tjetrin e hundni flet votimin për asamble komunale. Urime, Flori, tashme mund të konsiderohesh qytetari i përgjithshëm i Republikës së Kosovës dhe i Republikës së Gjakovës, apo? Vota ime shkon vetëm për të mirën e Gjakovës, Arben. Mos ga bo me në dhanë asnjë hint rreth asaj se rreth kujt ke votuar, ajo është krejtësisht private dhe krejtësisht bindje personale që nuk mund shfaqet asnjëherë në publik. A je ti për Republikën e Gjakovës ajo? Se ka pas një iniciativë që të bëhet Republika e Gjakovës? Ka pas iniciativë, por nuk e mbështet personalisht. Nuk e mbështet krijimin e Republikës së Gjakovës. Faleminderit shumë, pak më vonë dua ndonjë performancë nga Gjakova, më gjej dikë nga grupet e famshme të Gjakovës që do të na lidhet drejt për drejt. Dua më shumë atmosferë.